ne I shohim sot në mënyrë periodike në fakt. Shkojmë tek slajdi I parë dhe tek slajdi I dytë, regjia, që t'i kthehemi edhe njëherë analizës nga fillimi. Kemi të bëjmë me problemet kryesore, janë 3 probleme kryesore të identifikuara, çmimet e larta, korrupsioni, edhe problemi tjetër që do të kemi mundësi ta shohim, por ndërkohë kështu janë të ndarë qytetarët, nëse ne I pyesim se si po shkojnë gjërat në Shqipëri në drejtimin e dur apo në drejtimin e gabuar, edhe më pas edhe problematikat që ata rendisin në fakt nuk janë problematika që ne na dalin për herë të parë, pak a shumë në çdo matje zgjedhore që ne kemi bërë në këtë sezon televiziv, ato janë problematikat, ndërkohë kjo është një panoramë më e përgjithshme e le të themi ndjesive apo vlerësimit që kanë për situatën ekonomike dhe për gjendjen në të cilën ndodhen qytetarët e qarkut të Tiranës, një element shumë I rëndësishëm për mënyrën se si ata do të votojnë. Si duken Berat, të paktën këto 2 të dhëna të para? Pak a shumë ndomen vija partijake, dhe më thonë tashmë dhe ata që anketohen e kanë parasysh edhe në përgjigjet triviale që s'kan direkt të bojnë me subjektin e tyre politik, nëse I lexon me vëmendje dhe nëse I sheh edhe pastaj preferencat partijake, ti e sheh që e majta mendon që vendi po shkon në drejtimin e duhur ose padyshim po shkon në drejtimin e duhur, po pjesa tjetër thonë që ndoshta në drejtimin e gabuar, padyshim drejtimin e gabuar, pastaj ata të tjerë pra po pak a shumë këta lexoj unë. Domethënë kemi 46.3% të votuesve apo le të themi qytetarëve të qarkut të Tiranës, po potencialisht janë votues, se gjithë të anketuarit janë mbi moshën 18 vjeç, që janë pozitiv dhe le të themi 42% që janë negativ. E çuditshme pak për mua, domethënë e çuditshme ndoshta edhe për çfarë di se nuk shoh pak ka vende në rajon që deklarohen këso forme, domethënë se 46% kur e konsiderojnë që vendi po shkon në drejtimin e duhur është shifër bukur e madhe, domethënë nuk është nëse e krahasoj me Kosovën, nëse vende të tjera vështirë ke me kalu te 35 deri në 40%, këtu është 46%. Domethënë jemi shumë në Tiranë janë pozitiv njerëzit thua dhe kjo çudit. Patjetër, po ndoshta edhe Tirana ka që luks për shkak të një jetë pak më dinamike, për shkak të një zhvillimi, njerëz punojnë më shumë, janë më, domethënë janë më optimist për jetën. S'kam çu interpretoj ndryshe se, pra po them, në leximin tim është pak më analt se sa do duhej me qenë. Ky është lajm I mirë për partinë pushtet. Domethënë kur ti e ke këtë shifër, le të themi atmosfera e përgjithshme nuk është në shumicë negative. Nëse do të kemi mundësi ta lexojmë kështu, si duket Bledi? Ti rrim kësaj dhe më pas kalojmë te problemet që kanë qytetarët e Tiranës. Ne lexojmë shifrat, por provojmë të lexojmë një shifër që është po aq domethënëse në sondazh. Neutralët? Që është njësoj as në drejtimin e duhur dhe as në drejtimin e gabuar, pra që janë 11.2%. Në një mandat të parë apo në një mandat të dytë, kjo shifër do duhet ose kjo dhënë do duhet të ishte normale. Po në një mandat të tretë, njerëzit që mendojnë që as mirë as keq, pra ka një lloj stagnacioni, unë besoj që ata që reflektojnë, prezumohet që kjo gjë duhet ndryshojë. Dhe unë për definicion do të çojë 11.2% tek njerëzit që ndoshta gjërat nuk po shkojnë në drejtimin e gabuar. Domethënë ti thua që njerëzit që vlerësojnë që nuk po shkojmë as para, as mbrapa, po jemi në vend numëro, kanë ndjesi jo të mirë. Domethënë është vlerësim jo pozitiv. Dhe kur I shto kësaj dhe kur e shumëzon këtë me faktin që këtu I jeni në mandatin e tretë qeverisë që kërkon të katërtin, atëherë kjo gjë pastaj mund jo domosdoshmërisht, por unë mendoj që arsyeshëm do duhet shkonte drejt pak kënaqësisë dhe drejt nevojës për ndryshim. Dhe kjo për mua është një dhënë shumë interesante dhe që bën sens dhe që pa diskutim është ajo që thot Berati, që në thelb janë të ravizuara populli opozitar dhe populli I mazhorancës, por nga ana tjetër ne gjithmonë flasim për këtë pjesën e heshtur, për atë elektoratin gri po doni, I cili gjithmonë pretendojmë që mund të bëjë ndryshimin nëse aktivizohet. Dhe unë mendoj që ai 11.2% flet për këtë nevojë. Ata mund të shkojnë edhe mund të mendojnë që ato që do bën 3 mandate mund të bëjnë ke mandati 4 dhe sigurisht mund të shkojnë ke 46%. Logjikisht mendoj që kjo nuk qëndron dhe unë do t'i llogarisja më shumë tek njerëzit që mbas 3 mandatesh të një qeverisë e cila do qoftë. Mund të lexohet si avantazh për opozitën thua. Mund të lexohet si avantazh për njerëzit që duan ndryshimin. E kuptoj. Jo domosdoshmërisht opozitën. Po kur them opozitën, them Fronti përballë Partisë Socialiste. Nuk është përgjithshmëri për pushtetin. E kuptoj. Ermal, si duken? Të paktën këto 2 çësje kryesore për moodin e përgjithshëm, për gjendjen e përgjithshme, emocionin e përgjithshëm që ka 25 ditë përpara zgjedhjeve, pastaj të fillojmë t'i analizojmë me problematikat kryesore. Sa aty mbase mund të kuptojmë pak më shumë.
Tani janë dy përbërës aty që duhen parë. Ndoshta një sondazh tjetër më shtoheshin dhe pyetje tjetër për çështjen e bindjes për atë që thon, po ky do ishte luks i madh pastaj. Kur shohim pjesën e atyre që janë të bindur për pon ose jo, atëherë ndryshojnë gjërat. Tek këta që thon padyshim. Ata që thon padyshim në drejtimin e duhur, janë shumë gjysma pak. atyre që thon padyshim në drejtimin e gabuar. Okej. Gjë që do të thotë që ata që janë të bindur që gjërat shkojnë keq janë shumë më tepër se sa ata që janë të bindur që gjërat shkojnë mirë. Dhe pjesa tjetër asaj kemi, pavarësisht se në total na del një rezultat që është pak a shumë, shkon pak a shumë në drejtimin që gjërat ndoshta në drejtimin e dur, në tërësi. Në rastin konkret, ky nuk është një parametër që mendoj që duhet injoruar. Është një parametër i rëndësishëm se nuk është vetëm çështja e masës, është dhe çështja e intensitetit, të asaj çfarë njerëzit besojnë dhe perceptojnë. E kuptoj. Blendi, si ta lexojmë? Është e rëndësishme gjendja emocionale kur jemi përpara një procesi zgjedhor, domethënë mënyra se si njerëzit, domethënë ne ju masim me këtë pyetësor, me këtë anketim si lakmues gjendjen dhe mënyra se si gjendja e emocionit tyre duke shkuar drejt zgjedhjeve më pas, përkthehet në mënyrën se si zgjedhin. Sa më shumë i afrohemi zgjedhjeve, aq më shumë pozicioni politik ose llogoria politike ku futen qytetarët ndikon në mënyrën se si ata përgjigjen jo vetëm për këtë pyetje që ka karakter shumë fort politik, por edhe për pyetje tjera. Esencialisht, pak a shumë është balanca politike që ka ekzistuar në Shqipëri për vitesh. Midis votës pro qeverisë dhe votës opozitare, ku diçka më shumë është vota opozitare, por që ne pak a shumë jemi në këtë lloj realiteti. Kjo duket një konstante e cila vazhdon në kohë. 46.3 për majorancën në shifër e lartë. Do të thënë llogarisësh 30 e ca ditë përpara zgjedhjeve, marr parasysh kur janë mbledhur dhënat, është shifër e lartë. Tysh në Tiranë me këtë shifër, është goxha shifër e lartë. Është shifër e lartë. Patjetër. Okej, profesor Mavros, ke diçka për të shtuar këtu? Si ta lexojmë ne këtë gjendjen emocionale apo vlerësimin që kanë qytetarët 30 ditë përpara zgjedhjeve dhe bën mirë që sakson Blendi se do marrin pikërisht gjendjen kur ata janë pyetur, që është fundi i marsit edhe fillimi i prillit. Për kë është pozitive dhe çfarë domethënie ka për partitë politike, por edhe për kuriozitetin ton. Kjo gjendje në mënyrën se si mund të përkthehet në vot në datën 11 maj. Ky vlerësim që kanë për drejtimin e vendit. I'm not in the position to translate it into vote. Nuk jam në gjendje që të përgjigjem me numër votash, por çfarë mund të them është që mendoj se ky grafik është një problem për partitë opozitare, sepse normalisht unë gjithashtu bie dakord që në të gjithë hartën ndërkombëtare, kjo pyetje jep rezultate negative për partinë në pushtet, ndërsa këtu kemi 46 disa pikë për qeverinë, si përgjigje pozitive. Pra, kjo nuk është e pritshme në një farë mënyrë, që do të thotë se problemi është i lidhur me partitë opozitare. Dhe çfarë mund të them është që ndoshta mund të diskutojmë disa gjëra kur të studiojmë problemin, sepse zoti Berisha për shembull ka probleme për shembull me grup moshat e mëdha 55 deri 64 dhe me femrat, por në lidhje me shqiptarin mesatar që kur del se disa për problemeve dalin edukimi dhe migracioni, pra po flash për pjesën femërore që është përgjigjur për to, veçanërisht 55 deri në 64 kanë thënë që është emigracioni problemi kryesor. Pra problemi këtu nuk është me qeverinë, por është me partitë opozitare. Dhe nuk është një gjë e mirë për qeverinë, është thjesht vetëm një situatë reaguese, sepse partitë opozitare faktikisht janë të dobta deri tani.